Dhe nëse ju doni të keni marrëdhënie të mirë me dikë, më mirë vendosni se çfarë është mëkat realisht në jetën e tij dhe flisni dhe ndani opinionin tuaj për atë që preferoni që ai të mos bëj. Dhe për të gjitha këto do t'ju duhet të merrni një vendim dhe t'i pranoni njerëzit siç janë. Dhe nëse Perëndia do t'i ndryshojë ata, besojeni atij, por lejojeni Perëndin t'ju ndryshojë ju. Në rast se po vrisni mendjen ç'është kjo gjëja e kuqe këtu, kam kërkuar që t'i bëjnë këto për mua dhe janë syze për gjetjen e të metave. Mendoj se të gjithi kemi një palë, por nuk mendoj se tuajat janë kaq të shëmtuara sa të mijat. Sigurisht duhet të dilja në thelb. E dini, Devi ka dylbi dhe ndonjëherë ulet pranë dritares dhe shese mos ndoshta ka ndonjë dre atje për te i fushës apo diçka, dhe dylbit ja afrojnë pamjen. Dhe mua më lindi ideja të nisesha nga kjo dhe të thosha se ne të gjithë kemi syze apo dylbi që gjejnë të metat, me të cilat shohim njerëzit dhe i shohim ata me shumë imtësi, kush është i mirë në gjetjen e të metave tek njerëzit. Forca tani, ky rrëfim do t'ju bëj të lirë. Mirë. A e dini se para se Perëndia të më zinte mua vërtet, po them në kohën kur isha një krishter hipokrite, a e dini se çfarë bëja? Shkoja në një qendër tregzare, ulesha diku dhe gjykoja njerëzit. Thjesht vëzhguese njerëzish, e dini, shiko, çdo një djalë kaq i mirë me atë vajzë. Pa shiko. Kjo është prerja më e shëmtuar e flokëve që kam parë. Sa rroba të shëmtuara pas ka veshur. Sa nga ju mendojnë se kanë aq shumë gjëra tek vetja sa s'mund të merren me gjërat e tjetrit. Unë tani jam një njeri pozitiv, por është diçka që e bëj me qëllim. Nuk mund ta bëj në të natyrshmen. Ndoshta unë mund të gjeja një gjë të gabuar në çdo gjë, nëse nuk do të vendosja të mos e bëja. E dini pse? Sepse ndoshta ka vërtet diçka të gabuar në çdo gjë. Nëse po kërkoni kishën e përsosur, mikun e përsosur, punën e përsosur, apo bashkëshortin e përsosur, adoleshentin e përsosur, e dini çfarë? Thjesht do të zhgënjeheni. Kështu ne duhet të kuptojmë se Biblia na mëson se nuk duhet të jemi gjykues dhe kritikues ndaj njerëzve. Dhe në fakt, ka një shkrim që thotë se duhet të merremi me punët tona dhe të jemi të zënë me punë, dhe në fakt, ka prova në Bibël që na thonë t'i mbajmë për vete opinionet tona. Nuk do t'ju them të mos keni asnjë opinion, s'mund të jetojmë këtu e të mos kemi opinione, por nuk ka pse të themi opinionin ton, sa herë që takojmë dikë. Sepse në shumicën e rasteve njerëzit nuk e duan, dhe edhe kur pyesin për opinionin tuaj, nëse nuk përputhet me atë që ata duan të dëgjojnë, do ta kundërshtojnë gjithsesi. Amen. Devi dhe unë kemi pothuajse 51 vite të martuar. E dini kur keni kaq shumë vite, i keni zgjidhur gjërat që keni mes jush dhe ne kemi diçka që po ndodh dhe kjo ndodhi sot. Ai erdhi dhe më pyeti për këmishën, se si i rinte me pallton me katror. Dhe ai kishte një këmish që ishte me pika të vogla. Unë i thash, s'mund ta veshësh këtë. Tani, ende po mësoj t'i them gjërat pak më mirë. E dini, nuk i thash, zemër ti dukesh mirë me çdo gjë përveç kësaj. I thash, nuk mund ta veshësh këtë. Është e tmerrshme. Dhe ai më tha, pse s'të pëlqen? Shumë njerëzve u pëlqen. Dhe unë i thash, po pse më pyet se çfarë mendoj? Sepse ti asnjëherë nuk do të bësh atë që unë të them të bësh. A nuk acaroheni me njerëzit që ju pyesin se çfarë mendoni, por në të vërtetë nuk duan ta dinë se çfarë mendoni. Thjesht duan të jeni dakord me ta.
Perëndi, nëse ngrihem në mëngjes dhe them, sot do të shkëlqej dielli gjithë ditën, jo, fare, parashikimi thot shi. Nëse them do të ketë shi, ai thot, jo, dielli po shkëlqen. Dhe në fakt, merremi vesh shumë mirë. Gjykimi dhe kriticizmi. Mirë, së pari, a është gjithmonë gabim gjykimi? Dua t'ju them se disave prej jush nuk do t'ju pëlqejnë 10 minutat e para të mesazhit. Por ne kemi nevojë t'i dëgjojmë këto. Së pari, gjykimi i padrejtë është gjithmonë i gabuar. Ja se ç'është gjykimi nxituar që bazohet tek thashe themet, pa e parë situatën dhe pa ditur faktet. Është i gabuar dhe i dënueshëm nga Jezusi. Le të shohim Gjoni 7:24. Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë. Mos jini si përfaqësor, por gjykoni me ndershmëri. Me fjalë të tjera, njihni më mirë njerëzit. Ne duhet të gjejmë kohë që të njohim më mirë njerëzit para se të guxojmë të kemi një opinion për atë që ata po bëjnë. Është e lehtë që, siç thot shkrimi, thjesht të shohim pamjen dhe të krijojmë një opinion. A keni takuar ndonjë dhe brenda 3 minutash keni vendosur të mos e pëlqeni atë? Unë po. Kam thënë, ja, s'më pëlqen. Nuk më pëlqen ti. Mirë, ndonjëherë për një grua ndodh nga që ajo grua që keni vendosur të mos pëlqeni është më simpatike se ju. Ose ka trupin që ju do të doni ta kishit. Ose ndoshta për një burr ndodh nga që ai ka muskujt që ju do të donit, ose makinën që ju do të donit. Është e makniqme ajo që mund të mësojmë nëse do të ndalemi aq sa të themi, pse ndihem kështu? Cila është rënja e ndjesisë që kam? Nuk e di për ju, por unë jam gjykuar pa të drejtë nga njerëzit. Aq shumë sa që as nuk e mbaj mend. Dhe është një nga gjërat më të dhimbshme që mund të kaloni. Është e habitshme se si njerëzit do t'ju gjykojnë pa ditur absolutisht asgjë për ju. Shumë nga kritikat dhe gjykimet bëhen prej xhelozisë dhe shumë herë njerëzit ju gjykojnë për atë që ju keni apo që po bëni dhe bazohet tek xhelozia dhe unë shpesh u them njerëzve, mos më gjykoni për këtë që kam nëse s'doni të bëni atë që unë bëra për ta fituar. Amen. Kështu, ky lloj gjykimi është gjithmonë i gabuar. Nëse do të keni një opinion për çdo gjë, ai duhet të jetë i mirë informuar dhe kjo kërkon kohë. Por kur shohim një të krishterë që mëkaton, dhe s'po flas për botën, nëse shohim një të krishterë që mëkaton, duhet të shkojmë dhe ta përballim me situatën me shpresë që ai të vinë në pikën e pendesës. Tani, në fakt, Pali tha, tek e para e Korintasve 5, nuk e di sa e njihni këto shkrime, sepse ndoshta nuk ju është folur shumë për to, por ai tha se nuk është puna jonë të gjykojmë botën. Do t'i lihet në dorë Perëndis. Por është vendi ynë të gjykojmë ata të krishterë në kish që jetojnë në mëkat me qëllim që ata të pendohen dhe të mos humbasin shpirtin. Ne jemi të zënë në këtë pikë duke gjykuar jo besimtarët që nuk e njohin Perëndin dhe shpërfillin shumë mëkate në kish, në maskën e ecjes në dashuri për të mos i lënduar ndjenjat askujt. Më vjen keq, por mendoj se duhet thënë dhe kështu unë do ta them. Dhe kur e them, nuk po flas për kishën tuaj apo kishën time, jam duke folur për kishën në përgjithësi. Dhe kështu, shumë kisha duhet të jenë një vend i shenjtë ku njerëzit e lënduar që janë të thyer e të plagosur, pavarësisht se kanë mëkate në jetën e tyre, të mund të shkojnë
dhe të pendohen e të restaurohen dhe të ngushëllohen dhe të shohin njerëz që kanë durim me ta dhe që i duan ata. Por ato nuk duhet të jenë një vend ku shkon dikush që jeton hapur në mëkat dhe nuk ka ndërmend të ndryshojë, nuk dëshiron të ndryshojë dhe që thjesht dëshiron të jetë aty dhe të ketë përfitimet nga të qenit aty dhe të gjithë ta lënë të qetë të rajnë shpatullat sepse nuk duan të lëndojnë ndjenjët. Dhe po ju them, ja përse Pali e tha këtë. Dhe më besoni, e di se ky mesazh do të jetë në televizion e në mbar botën. Dhe mendova që do të ishte mirë të dija se për çfarë do të flisja. Arsyeja përse Pali u tha njerëzve dhe arriti aq larg sa të thoshte nxirini nga kisha. Përjashtojini ata. Dhe arsyeja pse e bëri këtë është sepse çfarëdo që të keni rrotull jush, ju rrezikon të bëheni edhe ju njësoj. Le ta shohim kështu, s'mund të prekeni nga shenjtëria, por mund të infektoheni nga jo e shenjta. S'mund të infektoheni nga shëndeti që mund ta zgjidhni vetë, por mund të prekeni nga sëmundjet. Ju mund të uleni përballë me dikë që është i sëmur nga gripi dhe nëse nuk keni një sistem imunitar vërtet të mirë, mund të sëmureni edhe ju, ndoshta jo, por edhe mund. Por mund të rini me një njeri të shëndetshëm dhe përsëri do të zgjidhni të shëndetin e tij. Dhe kështu Pali po thotë se ne duam jo vetëm që ata të kuptojnë se çfarë po bëjnë dhe të pendohen dhe të vinë në njohjen e së vërtetës, sepse nuk duam që ata të humbasin, por edhe që ata të mos infektojnë kishën dhe të fillojnë të dëmtojnë, sepse ky është thelbi. Nëse le të përdorim fjalën drejtuesit, nëse drejtuesit e pranojnë këtë, çfarë mesazhi do të merrnin njerëzit veç fjalëve e po nuk pas ka problem. Dhe kështu ata vendosin të bëjnë të njëjtën gjë dhe pa e kuptuar ndodh një rëmujë e madhe dhe kisha nuk do të jetë më ashtu siç Perëndia do. Tani, nuk po them as pak dhe këtu kjo pjesë e mesazhit bëhet e ndërlikuar, nuk po them as pak se ne nuk punojmë me njerëzit për restaurim, nuk po flas për ata njerëz që duan të ndryshojnë. E dini, unë isha shumë rëmuj, pasi u largova nga Imad dhe pastaj pata një martesë të keqe. Nga koha kur isha 18 deri 23 vjeç. Por unë nuk dija të kisha asnjë marrëdhënie, kisha temperament të keq, isha manipuluese, thoni një problem dhe unë e kam pasur. Dhe jam mirënjohse që Devi ishte i duruar me mua dhe ishte i mirë. Ai kishte durim me mua dhe vazhdoi të më donte e të më donte e të më donte. Dhe unë nuk isha në një qenie e përsosur, madje isha shumë larg kësaj. Dhe ai përballej me sjelljen time kur ajo përkeqësohej, por ai e njihte zemrën time, e dinte se doja të ndryshoja. E dinte se doja të rritesha e të përmirësohesha dhe mendoj se këtë duhet të kërkojmë tek njerëzit, nëse duam të ndihmojmë dikë që ka një rëmuj problemesh në jetën e tij dhe ka të vështirë t'i ka përcej ato. Jini të duruar me të, nëse ai dëshiron të ndryshojë, nëse dëshiron të rritet, por mëkatit duhet t'i vini emrin që ka vërtet. Ne mund të gjykojmë mëkatin pa gjykuar personin. Amen. Tani, Mateu 18:15. Nëse vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, qortoje, na pëlqen kjo pjesë. Qortoje vetëm për vetëm. Pra nuk duhet t'u tregoj të gjithëve. Forca, thash nuk duhet t'u tregoj gjithë të tjerëve. Thash se nuk duhet t'u tregoj gjithë të tjerëve. Mirë, duhet të ngulmojmë këtu. A e dini sa i lehtë do të ishte drejtimi nëse kur njerëzit që punojnë për ju kanë një problem, e zgjidhin me njëri tjetrin dhe jo me gjithë të tjerët? Sepse e dini çfarë ndodh kur bëni thash e theme, shkaktohet grindje. Qortoje vetëm për vetëm, në qoftë se të dëgjon ti e fitove vëllain tënd, por nëse nuk të dëgjon, merr me vete edhe 1 ose 2 vetë që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e 2 ose 3 dëshmitarve. Dhe nëse pastaj refuzon ti dëgjoj, thuaja kishës. Dhe nëse refuzon edhe ta dëgjoj kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta gramledhës. Dhe më besoni, ata nuk ishin fare lidhje me paganët apo ta gramledhësit. Tani e para e Korintasve 5, 1 dhe 2.
Pali tha, kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri, imoralitet, madje një kurvëri të tillë që as nuk zihet në gojë ndër pagan, sa që një shkon me gruan e babait të vet. Pra kjo ishte situata e incestit. Pali kishte dëgjuar për këtë. Dhe vargu 2 thot, dhe ju, krenar dhe arrogant, u krekosët e madje nuk vajtuat që të hiqet nga mesi dhe nga shoqëria juaj ai që ka kryer një punë të tillë. Kështu ja ku kemi dikë që ka marrëdhënie incesti dhe ai është pjesë e kishës dhe funksionon si pjesë e kishës dhe kisha nuk është duke bërë asgjë. Askush nuk po bën asgjë. Dhe kështu Pali u tha atyre, tur për ju, jeni krenar për veten dhe për kishën tuaj. Ndoshta kisha e tyre po rritej, ndoshta kishin grupa adhurimi të mirë, nuk e di, por ata ishin shumë krenar për kishën. Ai tha, nuk keni asgjë për të qenë krenar, derisa të merreni me situatën në kishën tuaj, duhet të përballeni. Tani e dini, sot ne nuk e shohim kishën si një vend që ka autoritet në jetën tonë. Por kjo është në fakt mënyra si duhet të ishte. Që nga fillimet, supozohet të kishte drejtues të dashur, me njerëzit që dëshironin të rriteshin, si edhe që të përballeshin me dashuri, me çështje të ndryshme, dhe unë kuptoj se ka shumë njerëz rëmuj sot në botë dhe gjërat nuk funksionojnë mirë me njerëzit, por ne përsëri duhet të jemi të gatshëm, të pranojmë korrigjimin nga dikush që vjen me frymën e duhur dhe duhet të jemi të gatshëm. Më dëgjoni, ne duhet të jemi të gatshëm. Të mos mendojmë për ndjenjat tona apo për ato që duam, por për ato që thot fjala. Këtë po ju kërkoj, nuk ka të bëjë me ndjenjat tona apo me ato që duam, por me ato që thot fjala. Dhe nëse fjala i thot, atëherë s'ka pse e sjellin vërdall për të gjetur një mënyrë për ta interpretuar si diçka tjetër. Ajo thjesht thot atë që thot, ja si është çështja. Dhe nuk dua të jem e frikshme. Zoti do të kthehet dhe se cili nga ne do të japë llogari për jetën e tij. Dhe është puna jonë si drejtues të sigurohemi që njerëzit janë gati. Amen. Tani, çfarë shkakton një gjykim dhe kriticizëm kaq të madh? Mendoj se disa e dinë përgjigjen. Fillon me shkronjën K. Krenaria, e gjetët. Krenaria. Arsyeja pse gjykojmë të tjerët është se mendojmë se jemi më të mirë. Shohim atë që ata bëjnë dhe mendojmë se kur nuk do ta bënim. Ose mendojmë se di më shumë se ata. Krenaria është themeli për të gjitha gjykimet e padrejta dhe më pëlqen ajo që Pali tha tek Romakëve 2:1, ti dënon vetveten sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Zoti thot kjo. Ju gjykoni njerëzit për të njëjtat gjëra që bëni vetë. E dini pse? I shohim ata përmes syzeve tona zmadhuese. Por ka gjithmonë justifikim për ne apo jo? Nëse unë e bëj, ka një arsye të drejtë. Por nëse ti e bën, s'ka asnjë arsye. S'ka asnjë arsye që ti të veprosh kështu. Por nëse unë veproj kështu, e bëj sepse kam pasur ditë të keqe në punë. S'ka justifikim që ti të veprosh ashtu, por ka një justifikim që unë sillem kështu. Duhet të jemi me njerëzit aq të mirë sa që jemi dhe me veten. Tek Romakëve 12:3, Pali e shtroi shumë mirë këtë çështje. Tha, sepse për hirin, favorin e pamerituar që më është dhënë, unë i them se cilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë nga sa që duhet ta çmoj. Të mos ketë një opinion të egzageruar për rëndësinë e vet. E dini, unë i them vetes 10 herë në ditë, gjoj si nuk ja asgjë pa Perëndin. Ne duhet ja kujtojmë vetes këtë, sepse mishi mund të filloj vërtet të mendoj, unë jam gjithçka. Unë jam gjithçka. Sidomos pasi kemi arritur disa fitore. Kur keni fitore në diçka, s'ju pëlqen t'u jepni mësime mbi fitoren të tjerëve? Forca. Nëse ka funksionuar dieta, të gjithë duhet të jenë në dietë. Nëse keni hequr dorë nga sheqeri, të gjithë duhet të heqin dorë. Forca. Na pëlqen të arrim disa fitore dhe pastaj harrojmë se Perëndia na i dha ato e i marrim vetë meritat dhe pastaj u japim mësime fitore të tjerëve. Kjo është, po, thjesht nuk e kuptoj si ti mund të kesh akoma, si mund ta kesh
akoma një problem me atë gjë. Vërtet, akoma vazhdon ta kesh problem atë? Çfarë? Ti lutesh vetëm 10 minuta në ditë? Çfarë? E po, sa kohë në ditë lutesh ti? Unë ngrihem në orën 5 çdo mëngjes dhe lutem deri në 9. Mos u bëni kaq mendje mdenj. Nëse Perëndia nuk do t'ju jepte hirin të ngriheshit në 5, do t'ishit akoma në gjumë, si gjithë njerëzit e tjerë. Kështu mjaft i morët meritat për vete. Pali tha, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë nga sa duhet ta çmoj dhe të mos ketë një opinion të egzageruar për veten, por të ketë një vlerësim të përkor me gjykim të qartë sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Tani, s'po e lexoj gjithë kapitullin 12 të Romakëve, por në fakt i gjithë ky kapitull është një kapitull i mrekullueshëm. Ka 12 mësime në këtë kapitull. Dhe pastaj i hyn një diskutimi për dhuntit e ndryshme dhe aftësitë e ndryshme që ne kemi, secila na është dhënë përmes hirit të Perëndis. Kështu, ne e kuptojmë këtë me lehtësi. Për shembull, unë s'kam faj që s'mund të këndoj. Perëndia nuk ma dha këtë aftësi, ndaj se bëj dot, dhe asnjë këngëtar s'mund të më gjykojë nga që ai këndon dhe unë s'mundem, ata e kuptojnë këtë. Por ka gjëra të tjera që i gjykojmë njerëzit nga që ata nuk mund t'i bëjnë, sepse ne mund t'i bëjmë dhe nuk e kuptojmë se ata si bëjnë dot. Për shembull, një person që i bën gjërat shumë shpejt, e ka të vështirë të merret me njerëzit që i bëjnë gjërat ngadalë. Sa njerëz të shpejt kemi në sallë? Në rregull, ju i merrni vendimet shpejt. Unë jam njeri instinktiv, unë thjesht ka marrë një vendim. Dhe zakonisht jam shumë e shpejt. Kjo është një dhunti që Perëndia më ka dhënë për këtë që bëj. Por pastaj ka njerëz të tjerë që i njoh që mund të kërkoj diçka fare të thjeshtë. Për shembull, kudo që të ham sonte. Tani po tregoni me gish njëri tjetrin, kjo është forca. E keni vënë re që Perëndia gjithmonë ju vë me dikë që s'është si ju? Pse? Jo që të grindeni, por sepse ai ka diçka që ju nuk e keni, dhe ju keni diçka që ai nuk e ka, dhe kur ne mësojmë të ecim në dashuri së bashku, ne mund të ndërtojmë njëri tjetrin dhe nuk ka pse të gjykojmë e kritikojmë njëri tjetrin gjithkohon. E dini, ka gjëra me të cilat duhet i përballim njerëzit, kemi folur për këtë. Por mund të jenë vetëm gjëra që nga shkrimi është e qartë se janë mëkat. Nuk është thjesht opinioni ynë për atë që dikush duhet apo nuk duhet të bëj. E dini, unë vetë do t'isha shumë e kujdesshme para se t'i thosha dikujt si t'i edukoj fëmijët. Pikë së pari, si janë fëmijët e mi, janë fëmijët e ti. Dhe së dyti, fëmijët e mi mbjetuan dhe po i shërbejnë Perëndis, por unë s'kam bërë punë të mirë. Shoh shumë gjëra kur kthej kokën pas dhe askush nuk më lexonte kur isha fëmijë, kështu që unë s'u lexoja fëmijëve të mi. Tani i shoh që u lexojnë fëmijëve të tyre dhe do të doja që dhe unë ta kisha bërë. Sepse tani kam disa fëmijë që nuk u pëlqen të lexojnë dhe ndoshta po t'u kisha lexuar unë atyre do t'u pëlqente ta bënin, por e dini çfarë? Unë nuk mund të kthehem pas e të ç'bëj atë që bëra, mund t'i kërkoj Perëndis ta korrigjoj dhe ai e bën, por mendoj se para se të fillojmë t'u japim mësime të tjerëve, duhet të mendojmë për ato që s'bëjmë mirë. Të gjithë janë të mirë në shumë gjëra dhe njëkohësisht nuk janë të mirë në disa gjëra të tjera. Amen. E dini, kur unë dhe Devi u martuam, sigurisht gjëja e parë që bëra ishte se u zotova ta ndryshoja atë. Dhe thjesht dua t'ju them një fjalë, ju njerëz të dashur që jeni ende në atë pikë ku po përpiqeni të ndryshoni personin që jeni martuar, ose mendoni të martoheni, s'do të funksionoj. Unë mund të kursej shumë kohë dhe shumë mundime, po t'ju them se nuk do të funksionoj.
David i pëlqen sportet, nëse ka një top, David i pëlqen. Dhe mua s'më interesonin sportet, por gjërat e tjera. Dhe e dini, është diçka e zakonshme që David sheh një ndeshje, dëgjon një tjetër dhe pastron shkopat e golfit në të njëjtën kohë. Dhe unë u përpoqja ta ndryshoja që ai të mos pëlqente më ato gjëra dhe të ishte si unë. Dhe kjo bazohet tek egoizmi im. Duhet të mësoni të mos kontrolloni gjithçka dhe t'ju pëlqej kjo gjë. Forca. Ky është një mesazh i ri që se kam predikuar, por më pëlqen. Mësoni të mos kontrolloni gjithçka dhe t'ju pëlqej. Perëndia na ka thënë të kontrollojmë veç veten tonë. Nuk na ka thënë të kontrollojmë gjithë të tjerët. Na ka thënë të kontrollojmë veten tonë. Dhe nëse ju doni të keni marrëdhënie të mirë me dikë, më mirë vendosni se çfarë është mëkat realisht në jetën e tij dhe flisni dhe ndani opinionin tuaj për atë që preferoni që ai të mos bëj. Dhe për të gjitha këto do t'ju duhet të merrni një vendim dhe t'i pranoni njerëzit siç janë. Dhe nëse Perëndia do t'i ndryshojë ata, besojeni atij, por lejojeni Perëndin t'ju ndryshojë ju. Mirë, është koha të hiqni dylbit që gjejnë të metat dhe të mos i gjykoni më të tjerët. Dhe nëse jeni ju ata që kritikoheni, atëherë mos kritikoni në këmbim. Ashtu siç edhe Bibla thotë, besojani çdo gjë atij që gjykon me drejtësi.